Biblioteka Shkencore e Universitetit të Shkodrës u kthye në një hapësirë dialogu për artin, qytetin dhe mjedisin publik, ku artisti dhe studiuesi shqiptaro-italian Stefano Romano zhvilloi një bisedë me pedagog, student dhe aktivist të shoqatave që merren me mbrojtjen e mjedisit dhe hapësirave publike. Romano, i cili ka vite që jeton dhe punon mes Shqipërisë dhe Italisë, ndau përvojën e tij mbi konceptin e hapësirës publike dhe rolin që arti ka në sensibilizimin e shoqërisë. Ai theksoi se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian e rrit edhe më shumë përgjegjësinë për mbrojtjen dhe menaxhimin e këtyre hapësirave. Është një hapësirë problematike, hapësira publike, sepse është vendi ku bashkohen të gjitha elementet e shoqërisë, pra është populli, është qeveria, janë interesa private, të gjitha ato kur përplasen krijojnë vështirësi në perceptimin dhe përcaktimin e çfarë është një hapësirë publike dhe si mund të shfrytëzohet nga njerëzit. Në fjalën e tij, Romano ndaloi edhe te situata në Shkodër duke vlerësuar nismat për lirimin dhe sistemimin e hapësirave publike në qytet. Takimi u mbyll me një diskutim të hapur ku të pranishmit dhanë ide për mënyrat si arti dhe universiteti mund të kontribuojnë në ndërgjegjësimin qytetar për hapësirën publike.